por që problemi kryesor në këtë proces edhe në këtë progres të ngadalshëm, konsideroj që ka qenë politika dhe politizimi i arsimit në përgjithësi. Pse arsimi është ataku ma shumë në këtë aspekt është për shkak të mundësive për me absorbu dhe me punësu sa ma shumë njerëz, është ta krahasu me sektoret e tjera. Fakti që digitalizohet sistemi arsimor nuk nënkupton që rritet cilësia kështu vetvetiu. Neve na duhen nxënës të cilët mendojnë në mënyrë kritike, edhe gjatë përdorimit të pajisjeve teknologjike, edhe gjatë përdorimit të inteligjencës artificiale, për me nis gjithçka prej zeros. Edhe çdo punë që është nis, ka mbete pa përfundume në qoftë se nuk është arrit me u përmbyll brenda një mandati qeverisës, qoftë në nivelin lokal apo atë qendror. Bota perëndimore, se nuk është që Kosova, si me thonë, është aq keq sa nuk ka pas një rast të ngjashëm diku tjetër, edhe ka dhe shembuj se qysh çatu gjendje, çatu situata, çatu rezultate janë përmirësuar.